Fitoria e Peter Magar duket se e ka caruar Aleksandar Vučićin. Presidenti Serbi është kundërpërgjigjur kryeministrit hungarez, i cili në një fjalim të hënën i tha Vučićit se Orbani dhe ai e kishin një kumbar të përbashkët që kishte bekuar miqësinë e tyre gjatë këtyre viteve. Hajde më thuaj, kush është kumbari? Ai nuk e ka iden se çfarë po flet. Unë dhe Orban kemi të njëjtin kumbar. Liria e fjalës, mendimit dhe veprimit, këto janë e përbashkëta jonë. Kumbari ynë i përbashkët është që ne i duam vendet tona më shumë se kushdo dhe çdo gjë tjetër në botë, dhe ky është emëruesi ynë i përbashkët, tha Vučići në tensione sipër. Kujtojmë se kryeministri i ri hungarez Peter Magar nisi rrugtimin e tij duke ndezur një përplasje me të paktën 2 shtete me miqësi të fortë me Budapestin, gjatë 16 viteve që vendin e drejtoi Viktor Orban. Në fjalimin e parë ku trajtoi marrëdhëniet e fqinjësisë, Magar hodhi aludime për miqësinë e Orban me lideret e Serbisë dhe Slovakisë, Aleksandar Vučić dhe Robert Fico, duke aluduar se kumbari i vëllazërisë së tyre është Vladimir Putin. Unë e di saktësisht se çfarë po ndodh në Serbi dhe gjithashtu e di se çfarë lloj ngatërrese ekziston midis qeverisë së Orban dhe Serbisë, së udhëhequr nga Vučići, dhe midis Robert Ficos, së Slovakisë dhe Viktor Orbanit. Gjithashtu e di parafërsisht se kush fshihet pas kësaj, se kush është kumbari pas këtyre miqësive të mëdha, tha Magar në konferencën e së hënës. Përgjigjja e parë për këtë aludim erdhi pikërisht nga Beogradi, ku Aleksandar Vučići teksa fliste për transmetuesin shtetëror të Serbisë, e cilësoi komentin e Magar për orkestrimin e miqësisë midis Serbisë, Hungarisë dhe Slovakisë si një budallallëk. Ai tha se e di se kush qëndron pas marrëdhënieve të tilla midis Orban, Fico dhe Vučić, edhe unë e pyes, hajde kush qëndron pas kësaj? Hajde më përgjigj. Dihet se kush është miku im dhe unë nuk po e mohoj mikun tim. Ai nuk ja ka iden. Nëse nuk do të isha i shqetësuar për marrëdhëniet me hungarezët në vendin ton dhe me vetë Hungarinë, do ta quaja deklaratën e tij të pamend dhe të papërgjigjshme, tha Vučić. Pavarësisht toneve të ngritura, Vučić nënvizoi se është mirënjohës ndaj Orban për marrëdhëniet me Serbinë deri më tani, por dhe se do ta respektojë edhe Peter Magar. Gjatë historisë kemi pasur marrëdhënie të shtresuara dhe të vështira me Hungarinë. Jam krenar për faktin që unë dhe Orban kemi ndërtuar marrëdhëniet më të ngushta midis popullit hungarez dhe atij serb. Ky është rezultati një politike serioze dhe të përgjegjshme. Jam mirënjohës ndaj Orban që e pranoi miqësinë me Serbinë. Besoj se nuk është e lehtë ta shkatrosh. Do të flas për hungarezët me respekt, do t'i shtrim dorën hungarezëve, por nuk do të durojmë për ushtërimin, tha ai.